Kryetari i ri i Këshillit të Qarkut të Korçës do të jetë Petrika Tollkuçi. Ai është zgjedhur me vota unanime pas dorëheqjes së kryetarit të mëparshëm Erion Nexhipi, i cili ka vendosur të bashkohet me familje në Kanada. Nexhipi ka shërbyer në këtë post për 2 vite, duke u angazhuar në zbatimin e projekteve të rëndësishme rajonale dhe me impakt për komunitetin. Ai ishte i pari që nëpërmjet projekteve të zbatuara bëri të mundur krijimin e një pakete të përbashkët turistike për të 6 bashkitë e Qarkut të Korçës, por pati objektiva konkret edhe në fushën sociale, kujdesin për moshën e tretë, mbështetjen për të rinjt, edukimin dhe teknologjinë, të cilat do të shërbejnë si bazë për zhvillime të mëtejshme. Edhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi ka ndarë një mesazh për bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Erion Nexhipi. Ai thotë se me Erion Nexhipin kanë bashkëpunuar për shumë projekte dhe kanë ndarë mjaft sfida dhe betejë për Korçën, por edhe për Shqipërinë. Erioni ka pjesën e vet të vyer në shumë projekte, sfida dhe betejë që kemi kaluar së bashku, ndaj do të ketë gjithmonë vlerësimin dhe respektin tim të veçantë, është shprehur kryetari i Kuvendit. Një herësh ndër politikanët socialistë më të spikatur në qarkun juglindor.